Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani 3 vezë në ditë për një javë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Shumë nga ne i njohin vezët për nivelin e lartë të tyre të kolesterolit. Sidoqoftë, ka shumë përfitime shëndetësore të cilat i sjell konsumimi i rregullt i vezëve. Ne këtu do t'ju tregojmë disa nga të mirat shëndetësore që sjell konsumimi i rregullt i vezëve. Të heq urinë. Vezët kanë nivele të larta të proteinave, gjë që i bën vezët shumë të shëndetshme. Më e mira e kësaj është se ushqimet kanë shumë proteina, ju bëjnë juve të ndiheni më të ngopur dhe më të mbushur për një kohë më të gjatë. Lëkurë dhe flokë më të mirë. Vezët kanë nivele të larta të vitaminës B2, B5 dhe B12. Këto nivele janë thelbësore për shëndetin e lëkurës tuaj, mëlçisë dhe flokëve tuaj. Gjithashtu këto vitamina ndihmojnë edhe në funksionimin normal të sistemit nervor. Eshtra dhe dhëmb më të fortë. Vitamina D është thelbësore për shëndetin e eshtrave dhe dhëmbëve tanë. Kjo vitaminë kërkohet për absorbimin e duhur të kalciumit. Vezët janë ndër ushqimet e pakta natyrale që kanë sasi të madhe të vitaminës D. Ju bën ju më energjik. Siç e përmendëm, vezët përmbajnë lloje të ndryshme të vitaminave B. Ato vitamina janë shumë të mira për trupin tuaj që ta konvertojnë ushqimin në karburant, i cili njëkohësisht të gjeneron më shumë energji. Zvogëlon stresin. Vezët përmbajnë 9 aminoacidet thelbësore të cilat i ndihmojnë disa sisteme të ndryshme të trupit. Nëse ka ndonjë mungesë të njërit nga këto aminoacide, ju mund të keni dhe efekte negative mendore. E përmirëson sistemin tuaj të imunitetit. Një vezë vetme mundet të përmbush 22% të konsumimit të nevojshëm ditor të selenit që i duhet trupit tuaj. Seleni është i domosdoshëm për trupin tuaj, për hormone dhe për sistemin e imunitetit. Një sistem i fortë i imunitetit do të thotë rezistencë më të fortë ndaj infeksioneve, sëmundjeve dhe viruseve. Mundësitë e sëmundjeve të zemrës gjithashtu do të zvogëlohen. Kur niveli i kolesterolit të mirë rritet, madhësia e grimcave të kolesterolit të këqija gjithashtu rritet. Është kolesteroli i keq ai që shkakton sëmundjet e zemrës, prandaj siguroni që ju të konsumoni vezë në sasi normale, të paktën deri në 3 në ditë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezëve është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet e zjerë? Veza përmban 210 mg kolesterol dhe zjerja konsiderohet si mënyra më e sigurt përgatimi sepse yndyrrat që përdorni në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët gjithashtu janë të mira për shëndetin dhe se një i rritur mundet që të paktën të konsumojë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve gjithashtu si pjesë e një regjimi të kujdesshëm ushqimor mund t'ju ndihmojë të humbisni në peshë. Yndyrnat e mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe rrezikun e problemeve shëndetësore të cilat lidhen pikërisht me të. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak dhe përrjedhojnë në nivelin e sheqerit në gjak.
Proteinat, gjithashtu vezët e zjera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë të proteinave dhe organizmi ka nevojë për këto proteina për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat i mbajnë organet e trupit tuaj të shëndetshme dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme pikërisht tek veza është edhe vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për sa i përket mbrojtjes që i ofron retinës për thithjen e dritës, mbron membranat dhe ul rrezikun e prekjes nga degenerimi makular, dobësimi i shikimit apo verbëria. Vitamina D u mundëson kockave për thithjen e kalciumit dhe gjithashtu rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë sa më i fortë. Këshilla për vezët e zjera. Vezët e zjera mund t'i kombinoni në mënyra të ndryshme, në sallatë, spinaq, në pulë, në mish apo në peshk si një element i domosdoshëm i ushqyerjes së shëndetshme. Nga ana tjetër, veza ofron edhe proteina të forta për përmirësimin e trurit. Vezët janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i kolinës, një lëndë ushqyese e cila luan një rol thelbësor kyç për kujtesën, përqendrimin dhe shëndetin e përgjithshëm të trurit. Marrja mjaftueshëm e kolinës ndihmon në ngadalësimin e aftësive njohëse me kalimin e moshës. Gjithashtu, vezët sipas ekspertëve ndihmojnë në kontrollin e oreksit dhe të peshës. Fal aftësive të tyre për të ngopur, vezët e zjera mund që të zvogëlojnë dëshirën për ushqim gjatë ditës, duke qenë një zgjidhje ideale për mëngjes për çdo i cili kërkon që të menaxhojë peshën. Gjithashtu, sipas ekspertëve, vezët ndihmojnë edhe në mbrojtjen e shëndetit të syve. Vezët përmbajnë lutein dhe zeaksantin, dy antioksidantë të fuqishëm të cilët na mbrojnë syt nga efektet e plakjes dhe drita blu e dëmshme, duke ndihmuar në parandalimin e problemeve të degenerimit makular. Vezët janë të pastura me ushqyes. Një vezë e vetme përmban gjithashtu edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet edhe seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi, njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë gjithashtu të mira edhe për zemrën. Sipas ekspertëve, njerëzit të cilët hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës, si edhe njëkohësisht të preken nga problemet e diabetit të tipit 2. Studimet konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë të paktën janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezë për një mendje më të mprehtë. Sipas ekspertëve, vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë edhe kolinë, e cila është një vitaminë e veçantë tërësisht për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju do të hani të paktën 2 vezë në ditë, trupi juaj do të marrë të gjitha mineralet dhe vitaminat e nevojshme nga veza për shëndetin e trurit. Mungesa e kolinës dijeni që shkakton përkeqësim të kujtesës. Nga ana tjetër, ju do të keni flok më të shëndetshëm dhe lëkurë plot me shkëlqim. Vezët janë të pastura me vitaminën B, si vitamina B5, B2, B12, të cilat njihen për efektin e tyre pozitiv në shëndetin e lëkurës dhe të flokëve.
Mirë po duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.